Veç kafit, konkretisht me rujt gjuhën, edhe pas kujdes, do t'i përmendi shkurtimisht pikat edhe po e mbarojmë. Pika më e rëndësishme dhe kryesorja është më rujt prej gjërave të cilat i ka konsideru shariati shirk. Allah i na rujt. A mundet muslimoni me rënë shirk? Mundet. Mundet me rënë. Për shembull, sa namazliu betohet në nanë, në babë, në tokë, në qiell, në hanë, në dritë, ditë, çka do tjetër. E pejgamberi alayhis salam po kush betohet ju në Allahun ka bërë shirk. Shirk i vogël apo shirk? A ka mundu garit për këto? Ka mundu garit. A kemi këto? E kemi. A kam fjallën, si shoqëri, e kemi. Pastaj forma të ndryshme. Pejgamberi alayhis salam thot, Allahu po thot lëndoni birja demit. Allahu s'lëndohet, mirë po e përdor këtë. Qysh? Thot, ai e shon kohën, a unë jam koha. I po kohë e keqi ka. Fardite e keqi. A u vetë të orë shiva? A vetë është të orë në zëjtja? Ato të qudi kush? E thot Allahu, e thot pejgamberi alayhis salam, Allahu thot, birja demit po më shqetëson, a e shon kohën, a koha jamone, sepse unë e levizi kohën. E Allahu e leviz kohën, dhe më thonë, a i cili i ka këtë vrejtje dhe e shon kohën dhe i shon fenomene dhe dukurit të cilat nuk kryhen me vullnetin e tyne, po Allah i leviz atëherë, po e shon Allahu në mërësu. A ndodh, kjo ndodh. Ndodh me thonë këtë fjallë, kjo fjallë është të rëzikshme, kjo fjallë është helëm për veprat që i bojmë. Në pastaj, me folë me emër të Allahut pa dije. A në ndodh. Garant që të du të më konë kjo, dhe sikur se ke këtu këmë di qka në i farahore, më u prashita, më u livru, u bon që shumë, bon s'prish, mos u bon si jetë bëhat në matë, mos u bon të krejtë bëhat një pjesë, edhe fletë për meselet maja, garant që të du të më konë kjo. Ka? Kusht tha? Ku e ke letëzu? Pa që të du të më konë? E kjo për gjënavet më dhoja. Me folë në emër të Allahut, për fejnë Allahut pa dije. E Allah e përmend gjënavet e më dhoja, në një ajet, thot kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Thot Allahu i ka ndalu fjalë të këqija, të dukshme, të haptas edhe ato që janë të fshehta, i ka ndalu gjunahet, veprat e shëmtuara, me i bo shok Allahut edhe me fol për Allahun që ka nuk tim. A në ndodhë kësat neve. Pse, kur të shkëm të mjeko, nuk i thoi mjeket doktor, mësë mi qëtë që të kokra, ku gjusë të bashkë, që mi do tjera, ose qëtë mi qëtu, ose doktor që tu mësë më prekë për që kënina, ja, dërzomi, krejtët. Qështu i dërzomi, mësusit, për fëmin, këtë në fërë, qështu mjeshtit, qështu ati nami, e pse të hoxha, kur të shkëm, ja, hoxha, Allah, sa shështë. Pse këtu në shtohen apetitet, për me full për fej, ndërsa të zanon të tjera së full, ja, Allah, s'kutzaj, ja, s'kom luj korë, s'kom maru korë, s'kom muratos korë. Mirë, bravo, qështu du më konë. E më pse të feja apetiti këtu për me full? O në të kulu, ala Allahi ma la ta'lamun, edhe me full për fejnë Allahut, edhe në amër të Allahut pa dije. Kjo është për gjuna më të mëdhaja, prej vejprave më të shëmtuara që del i qetë gjuha jo. E pra duhet me pas kujdes gjithashtu. Pas taj shpifja, përgojimi, gënjeshtra, rena, dëshmia e rrenshme. A dini sot vëllezëni, sa haqet të njerëzve shkilen edhe në përkambën për shkak të dëshmitarëve të rrenshëm, edhe dëshmive të rrenshme. Mbledh dokumenta, mbledh fakte, mbledh njerëz, pagun dëshmitar, krejt këta me i sjell në gjëgj edhe me marr hakun e tjetrit, nuk është hakitina. Pa të drejtë të marr mirë, po me dëshmi të rrenshme. Edhe vjen ai puthët. Kjo tokë shkon hanedan e këtina, na e din. A e din që është pagu me pare për me dhonë këtë dëshmi. Dëshmitar të rrenshëm. A ndodh, kjo ndodh. Pastaj përgojimi e shpifja. Pikrisht, ato që e përmendu më herët në hadith që pejgamberi alayhis salam i tha Muadh ibn Jabalit, dashmirujt krejt këtë rrugë gjuhën, lidhet hadithi atij muflisit, atij të falimentumit. E dini hadithin e muflisit, që ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush është i falimentum te ju? Sahabët thënë, që i falimentum të në është që ka pos parë dhe mos ka tangallë, omet, ka falimentum. Thotë, kjo është të jo, atë Allah është tjetër kush. Të Allah dhe të është ai i cili vjen me namaz, vjen me agjerim, vjen me zekat, vjen me haqj, vjen me veprat më dhoja. Mirë, po këto e ka shoh, këto e ka morë në përgoj, ato
Bërto ka shpif, këta ka prekin deri, këta e ka rej, ato e ka vron, edhe i mirën punë të mira, edhe met zero. Qka i bjen kë? Kë i bjen që gjuha në lodh 2 herë, edhe kur flasim, fjallë jo të duara, e cila nëzit armiqësi, nëzit urrejtje, edhe në anën tjetër, në ditën e gjykimit, për shkak që sajt falnës, e shohim namazin tënë të dolën për shojt atina atje. Subhanallah. Për kanë ju më falë më rune? Të shkon bilim jadon babës ja nonës namazin? Që thënë djetarët e hershme përmenë dhe në këf se për e përgojoj dikan, për e përgojoj nonën edhe babën, bili letë mi marin se vapët ata, më shkojnë dikun larkë. A i bojmë këtu, a i bojmë. A jemi të kujdesshëm, si jemi të kujdesshëm. Mirë po këtu, i hojnë punë të mira të unë atë kurse ta manë shihan zjarë, druntë. Që të sa dushti, a i shkrimët korderi, kiamet, këtë druntë të dëjons, molet të dëjons i djekë. Edhe s'njihet, zjarë nuk njihet kur. E qështu edhe gjuha. Pastaj, fjalët e rënda, etiketimet, fjallën fasike, këtu që i përmendu më herët. Kush po ishtin me thonë këtu fjallë? Kush po ishtin me i thonë këtu fjallë, subhanallah? Me dhonë këtë epitet. Ati etiketën e fasikit, këtina munafikut, atina kështu, këtina kështu. Me thonë, po që ke fjallë e fasik? A di që po në ki namazin e 20 vjetëve ta merë, o njeri, nëse falet. Namazin e 20 vjetëve ta merë dhe të lemë patan. Del para Allahut sikur se si falë 20 vjetë. Agjerimin e të një jetës po në ki ta merë. Më rasirë është ai, me nëzirë diçka që ju kam ledhë këtu dhe me thonë dikujt fasik. Ose që ati që e ka inate e i fasik ish. Po dhe hava vjen falet ai. Jo, më shumë ka bo një herë. Mire, ti shka i ke bo një 2-3 herë? Me njësë kështu, sa herë ndodhin kësi nga trejsa, mi thonë fasik, munafik, qafer, idiot, mashtrus, tradhtar, dredhagji. Këtu kanë kosto, lazni këtë shpreje. Janë të leta për gjuhën, a më kanë kosto, që më në ki ta merë namazin të njëtës, ta merë haqin, me cilin shpresat me hinë gjenet. Pejgamberi alayhi salam ka thonë që haqi i pranum nuk ka shpërblim tjetër pas gjenetit. Ta merë, tu afru dhe gjenetit, s'ki haq, pse ta ka morë dikush tjetër. Për një fjallë që ki pas akuzu njerë. Pastaj sharjet edhe fyrjet. A janë bësët pjesë e shoqënisë tonë? Po ba ta shahën. Edhe në të namazlitke, të disa. Po ba ta shahën, nuk e kanë dertë. Shahën edhe me nëmë. Që ka që vlerë ka nona që e keni qitë në pazare, kush dënë me shajtë. Nërsa pejgamberi alayhi salatu wasallam po thotë, prej gjunaheve më të rona edhe më të liga është kur njeri e shon nonën e vet, edhe babën e vet. Në dërguar me Allah, qysh njeri me men kryje e shon nonën edhe babën. Do të përkë e shon nonën e atina edhe babën e atij, të sa i kthehet dhe e shon babën edhe nonën. Edhe kështu është përhapë shamja. Çështu përhapë shamja. Tësa kjo është për fjallëve më të liga, për fjallëve më jo etike, më jo morale që mundet me nxjerrë goja muslimonit, të shamët. Mirë po, dikush la që të pak punë që i ka vendos me avon njerës, i gjymert. Bujarë dhe përdër me avon punët njerës. Pastaj çdo fjallë tjetër, bisedat e pamoralshme. Unë sot, fatkeqësisht në rrjetet sociale, bëhet garë se cili po është ma trim me shaum, me full ma haptës. Cili po bëhet trim me full direkt. Mi përmend do fjalë që hala janë tabu. Këta të prapambetën që janë i llogarisin turp me i përmend do fjalë, kush po bëhet trim i thonë të fjalë. Po marrja e mon njerin, marrja e mon muslimonin. Pejgamberi alayhi salatu wasallam turpi nuk sjell vetëm se hajër. E marrja, dikujt jarun imanin, marrja dikujt jarun punë të mira, dikujt jarun sevapët, dikan e mbrun. Allahu përmes saj e mbrun mos me hinë gjinohë kështu. Ndërsa jo, hade po bëjmë gara cili pe hek marrën më shumë. Edhe çka? Na për shumë neja, na për shumë çëshri, son rrenti aty. Bisedat që shbohen, muhabeti që sillet, fjalë që përdoren, fjalori që përdoren, son rrenti aty. Son rrenti. S'ka ne të vënë më aty. Ato fjalë, për shembull, kur janë kanë neja të burrat të veç edhe gratë të veç, burrat me burra dhe nuk i kanë bëu ato muhabete. Pse se janë lut, e kanë lut në vërstavi, e kanë mojt në fal niveli. Jo, tash, s'ka. Ja, më tash, bliri, fol çka dush, po kjo e fol një ka kost. Mirë po ai cili nuk i mot
me fakturat të ahiretit, ai lëshon gjuhën. Ndërsa ai cili mot me fakturat të ahiretit, fakturat të cilat kene me i pagu në botën tjetër, vallahi do të me mot ndryshe. Duhet me mot ndryshe. Habe se një fjallë nuk është zbahat namin. Zbahat namin, po ku me ditë far shifre në fakturë të ahiretit kur të në del atje. 70 vjetë, a thamë, pejgamberi alayhi salatu wasallam, 70 vjetë një fjallë të fundos në xhehenem, ka fakturë më të madhe. 70 ditë me të lonë parrym, ose 7 orë me të lonë parrym, bëhat rëmuj. Edhe ka të munësh, keme halakat, edhe keme qunë kam, keme qunë pesh njerëzit që me shurrim. 7 muj, 7 vjetë, 70 vjetë në xhehenem, jo parrym, në xhehenem, një fjallë më në të njerë. E kështu du të mi matë fjallë të ndërruar lësaj. Kështu do të me rujt gjuhën. Edhe me i thonë gjuhën se, a je gatshme për një fjallë me i pagu 70 vjetë të i borgë, edhe çfarë burgi? A je gatshme për një fjallë 20 vjetë namazin më mahub? A je gatshme më marrë haqin se i thamë 2-3 fjallë? Edhe me nalë gjuhën. Bi'idhnillahi ta'ala, nuk është e pamundur, nuk është nështë edhe e lehtë shumë, po nuk është e pamundur rujtja e gjuhës, sikur se që kanë rujt njerëzit e hershëm, edhe sot ka plot që e rujnë, edhe ai që dën, edhe i lyp Allahu të ndihmë për me bë këto, ka me arrit.